Në kuadër të javës së patronatit, në shkollën fillore Sali Lisi në fshatin Dobordoll, është organizuar sot panajiri i ushqimit tradicional shqiptar. Nxënësit, së bashku me arsimtarët dhe prindërit, prezantuan një gamë të pasur gatimesh tradicionale, të përgatitura me përkushtim dhe dashuri, duke sjellë në vëmendje shijet autentike dhe vlerat e trashëgimisë son kulturore. Drejtori i shkollës fillore Sali Lisi në Dobordoll, Denis Saliti, theksoi se ky aktivitet është pjesë e njësor organizimesh që po zhvillohen gjatë javës së patronatit. Sipas tij, qëllimi i këtyre aktiviteteve është ruajtja dhe promovimi i traditave shqiptare, si dhe përfshirja e nxënësve në aktivitete edukative dhe kulturore që nxisin bashkëpunimin mes nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve. Kjo është java e patronatit, ku ne jemi angazhuar me kolegët dhe nxënësit, po ashtu edhe prindërit, që ne të kemi turnir në futboll të vogël, të kemi sot panairin e ushqimit, pastaj të kemi quiz në gjuhën angleze, të kemi ekspozitë të artit, dram, edhe ditën e fundit, ditën e premtit të kemi edhe kremtimin e patronatit. Panajri i sotshëm me buxhetin e mbledhur që është, vetë nxënësit do të ndajnë, do të blejnë mjete për shkollë të cilat janë më të nevojshme. Veçantia e këtij panajiri ishte edhe paraqitja e nxënësve të veshur me kostume tradicionale shqiptare, duke dhënë ngjarjes një atmosferë festive dhe autentike. Ne jemi klasa e 8-1 edhe për sot ke panajri i ushqimit kemi vendosur përgatisim ushqime tradicionale shqiptare. Jeni gjithë mirë se ardhur, domethënë, edhe me kujdestaren kemi bashkëpunuar me drejtorin e shkollës. Kjo organizim është për gjithë klasat, edhe ushqimet janë tradicionale, kemi përgatitur të gjithë nxënësit nga ndonjë ushqim dhe kemi zgjedhur që t'i shesim me çmimet që ju konvenojnë të gjithëve. Mirëdita, unë jam nxënëse e shkollës fillore Sali Lisi dhe sot e kemi panairin e ushqimit. Jom të përgatit peta dhe përgatisim ushqimet tradicionale, i bashkangjitem panairit të ushqimeve. Përgatisin ushqime tradicionale dhe i bjen në shkollë dhe kështu kemi kënaqësi që njerëzit tjerë ta shijojnë këtë panair dhe me shumë sukses edhe në rada tjera. E falenderojmë drejtorin e shkollës që organizoi këtë panair sot. Sot me rastin e panairit të shkollës, ne kena përgatitur një tavolinë moderne, e cila përfshin shumë ndëshmëri të ushqimeve, për shembull kemi peta, misri, ëmbëlsira të tjera dhe kështu. Në kuadër të kësaj jave do të organizohen edhe aktivitete të tjera si gara në futboll, quiz në gjuhën angleze dhe një ekspozitë arti. Manifestimet do të kulmojnë me aktivitetin qendror që do të mbahet ditën e premte.